Kryeministri Edi Rama falenderoi skuadrën e negociatorëve për hapjen e të gjithë grup kapitujve për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Kjo është pjesë e skuadrës negociatave që drejtohen nga këto dy zonja, Majlinda dhe Adea, dhe që sot ishin pranishëm në mbledhjen e fryteve të para të punës tyre pasi u hapën të gjithë kapitujt. Dhe dua t'i falenderoj me respekt dhe me admirim të gjithë negociatorët dhe qindra të tjerët që nën drejtimin e tyre e bëjnë krenare Shqipërinë këtu në Bruxelles dhe nuk është e lehtë. Shqipëria qeli të gjithë grup kapitujt e integrimit në një kohë rekord të paimagjinueshëm, të cilësuar edhe nga vetë Bruxelli dhe komisionerët që kanë ndjekur nga afër procesin e negociatave me Shqipërinë dhe paketën e zgjerimit të Bashkimit Evropian.